Kjo nuk ndodhi. Kjo nuk ndodhi dhe e gjithë vendimarrja ishte që caktoi drejtuesit politik jo mbi kritere kush jep maksimumin në qarku respektiv, po mbi kriteret kush ka shërbyer mua personalisht në raportet që kam pasur me drejtsinë. Iku elementi i parë. Bëri primaret, që ishin element të provuar që ishin të dëmshëm brenda Partisë Demokratike, nuk i respektoi primaret. Qofse ishte lider që ishte kthyer për të bërë rotacionin politik, duhet të bënte maksimumin e bashkimit koalicionit opozitar, se po ta shikojmë Rama nuk merr më shumë se 50%. 48-49% është. Çfarë ndodh? Është katërcifrisht përgjegjësia e zotit Berisha, që mundësia që Shqipëria bëhet dhe shumë formacione të tjera që janë jashtë koalicionit PD-s, por i vetmi kriter që funksionojnë këto 3 vite nuk ishte se si partia të bëjë më e madhe se kryetari dhe të shkonte drejt elektoratit gri, po dhe listat e deputetëve u hartuan duke respektuar vetëm një kriter. Kush më del mua në protestat përballë Spakut, ose shumë e shëmtuar ta thuash, ose kush është i thirrur nga Spaku. Dhe këto, të gjitha bashkë, kanë dhënë ndikimin e tyre që ne po futemi në këto zgjedhje me një opozitë të pafuqishme për të bërë rotacionin politik, sepse nuk e ka pasur objektiv. Pra, nuk e ka pasur objektiv? Nuk është futur në objektiv, sepse po të mundste, po të futej në objektiv. Po, ata që sforcojmë nga pak, qofse është e sforcuar. Po të kishte objektiv për të mundsuar rotacionin politik dhe për të fituar, duhet i fusë edhe partitë e tjera? Jo, okay, po të kishte objektiv për të fituar, sepse pra i gjithë problematika është që Rama do marri pushtetin për mandatin e 4, dhe Berisha do marri një grup parlamentar tërësisht të unifikuar për të vazhduar dhe për të marrë me agjendën e tij personale. Këtu fillon dhe mbaron gjithçka dhe mua prandaj më vjen keq sepse kjo ka sjellë një braktisje masive të demokratëve. Këtu do jemi me 12 maj. Okay. Do ketë një pjesëmarrje minimale në votime, sepse njerëzit e kanë kuptuar. Shif kudo ku ta prekësh. Dalim te kontrata që ka lidhur me ja, do të pyes për atë, po zotë Xhaferi, ka disa çështje në këto që ju trajtuat. E para, besoj se ju si momenti më të rëndësishëm kapet atë të listave. Jo, janë shumë elementë. Jo, një nga elementet ose nuk shoh. Shikoj, jeni gazetar me eksperiencë dhe keni vite që e ndiqni politikën. Në këto 3 vite që Berisha u rikthye, ta them shumë sinqerisht, më thua dot një vendimarrje që ka qenë në drejtimin e dur për të bërë rotacionin politik? Ktheje kokën mbrapa dhe merr. Kush? Jo, unë po tisha aty në vendin tënd do të jepë përgjigje, po jam këtu, unë bëj pyetje këtu, sepse mbaj qendrim pastaj. Jo, rani, mbaj qendrim, po si gazetar do mbaj qendrim, ndërsa këtu se mbaj dot. Ju e keni parë që ma mirë kupton këtë zotë. Unë qëndroj në pozita shumë korrekte dhe të sinqerta. Para se të bëja këtë argumentim, isha unë që thash që nuk është Berisha që e meriton të jetë non grata, krahasuar me zullumet që kanë bërë ta politikanë që janë, dhe kam thënë që para 3 vitesh, po kështu mbështes Spakun, po ka element çedues në procesin që ka nisur zoti Berisha, dhe kur vjen puna tek zgjedhjet, mua më vjen shumë keq që konstatoj që prek një vendimarrje që nuk e çon PD-n drejtores. Okej, pyetje. Pakënaqësia juaj ka filluar pse nuk ishit në listë? Shiko, unë të falenderoj që e solle këtë. Problemi shtrohet që unë nuk mund të jem në një vend ku nuk dua të jem. Po pse ju propozuan dhe nuk që para 4 vitesh. Po? Sepse çdo gjë ka një fund. Dhe njeriu duhet ta kuptoj vetë se kur duhet të rriqet. Qofse unë kam 3 vjet që them që Berisha duhet bëj një hap prapa. Berisha duhet bëj një hap prapa. Berisha duhet bëj një hap prapa. Keni bërë vetë një hap. Ju e nisët emisionin duke thënë që Fernand, themeluesi i Partisë Demokratike të Durrës, dhe kopolitike, pra si kopolitike, pavarësisht se unë s'kam pasur detyrat e kryeministit dhe presidentit, vetëm 18 muaj kam shërbyer si ministër dhe kam qenë deputet, si kopolitike po kaq kam dhënë. Dhe unë nuk kam të drejtën morale të them tjetrit bëj një hap mbrapa, bëj një hap mbrapa, bëj një hap mbrapa, pa dhënë shembullin. Do të ju keni dhënë dorëheqje? Dhe kjo do të thotë që në më shumë se 10 raste, po, në mbledhjet e grupit parlamentar të PD-s, ku janë mbi 50 deputetë që mund ta dëshmojnë. Po, unë kam deklaruar që nuk kam më ambicie. Po mos të kesh ambicie nuk do të thotë që nuk e përgjegjësi. Dhe këtë bisedë që bëjmë bashkë, dhe gjitha bisedat që kam bërë, unë përgjegjësi ka shia asaj partie që do të ju nuk aspironit për 100% nuk kam aspiruar dhe e kam thënë në mënyrë deklarative, por kjo nuk do të thotë që nuk kam përgjegjësi.
Po mirë, një pyetje tjetër, zoti Xhaferaj, a ja keni thënë vetë zoti Berisha këto në biseda tet-a-tet? Shikon, nuk kam, unë jam përshëndetur 2 herë me zotin Berisha, një herë në hyrje të kuvendit, ku e pyeta për familjen, ishte periudha para një 2 vjetësh, edhe nuk kemi komunikuar në grup parlamentar, ku unë gjithmonë kam shprehur. Pse nuk e bët këtë në një formë më, po themi, më sociale? Zoti Berisha duhet bisedoj me ty dhe ti duhet kur të takosh ti thosh ju duhet largoni për 1, 2, 3 arsye. Dgjoj, e para një. Se ju keni autoritetin e një. Unë kam konceptuar që zoti Berisha ishte problemi dhe jo zgjidhja në Partinë Demokratike. Dhe problemi duhet eliminuar. Nuk duhet. Nuk e arrita dot. Fatkeqësisht nuk do e arrin as demokratët të bëjnë rotacionin me 12 maj, pra ajo që unë kam kuptuar dhe për këtë më vjen keq, ajo që unë konstatoj, ajo që unë shikoj, ajo që unë prek, është që të gjitha të demokratë, që për vite në Durrës e kudo, kanë mbështetur Partinë Demokratike, e kam kuptuar që zoti Berisha nuk rikthye për të bërë rotacionin, po u kthye për të pasur një grup për ta mbështetur. Ja arriti për problemet e veta, ja arriti dhe prandaj tash janë zgjedhjet më shtuara. Se dikush arrin atë që do në planin personal dhe dikush në mënyrë të padrejtë mban pushtetin. Tani këtë s'kam kuptuar asnjëherë. Sa herë ka pasur në Partinë Demokratike zëra kundër, që nga themelimi i saj dhe deri më sot, se ju keni pasur dhe një moment tjetër që madje jeni shkëputur nga Partia Demokratike, pastaj jeni kthyer prapë me zotin Pollo. Jemi kthyer në vitin 2004-2005 kur kishte një konsensus të gjerë në gjithë Shqipërinë. Dhe frym që Partia Demokratike po kthehej në pushtet. Si ka mundësi këtë se kam kuptuar asnjëherë që sa herë ka pasur zëra kundër Partisë Demokratike, zoti Berisha e ka mbështetur shumica. Shiko, e para njerë që është një mbështetje që nuk të çon askund. Është një mbështetje për të kapur partinë. Pati zëra kundra 98-2000 që ishin Pollo e Net gjithë me radhë. Në 2001 ishin i humbëm zgjedhjet. I humbët, po humbja ishte tani quaj si të duash është humbje. Jo, dakor. Partia politike konkuron për pushtet. Në 2004-2005 që bëri gjën e dur, krijoi kopin, mblodhi gjithë opozitën e gjitha me radhë, u bashkuam dhe fituam. Tani nuk ka bërë gjën e dur. Pse? E para njerë tha me partitë e vogla. Afroj ose ata që janë thirrur në SPAK, ose ata që janë bashkë me të protestojnë kundër SPAK-ut. E dyta, e kishte mundësinë të bënte një kop brillant. E ke fjalën për Partinë e Lirisë? Si, unë gjithë koalicionin. Jo, se ata kanë probleme me SPAK-un. Zoti Meta është i arrestuar nga SPAK-u. Flasim për kriteret. Kriteri është ky. Listat nuk u artuan për të bërë rotacionin, për të cilë mesazhin që partia është më e madhe se kryetari dhe partia në këto lista po synon elektoratin ngri, po lista u artua në funksion vetëm të agjendës personale, që mbas 2025-s unë kem një grup parlamentar. Shumë për emra konkret të listës. Shiko, kjo është e keqja, nuk i fare emrave të kolegë. Ja, ju lutem regjia, fletën e KQZ-s për votuar. Nuk ka rëndësi për emra. Për listën e Tiranës? Ne këtu po flasim për parimin. Parimi nuk është respektuar. Themi do bëjmë primare. Pastaj nuk i respektojnë primaret. Do të pyet këtë. Zoti Xhaferaj, kjo është lista e Tiranës flas, sepse Partia Demokratike këtu i ka gjithë ato, po themi, peshat e rënda. A ka në një, se 12-që e tha një deputet që mjafton mos i shtyp makina, tha janë deputet ata, tha. Po. E bukur kjo. Tani 37 që këtu tani. A ka në një emër që ju do doni të gjithë janë kolegë të nderuar, nuk i hyj me një fjalë për t'i parë me emra, po e di që si Orida, si Dhurata Çupi, si Ali Mehmeti dhe shumë të tjerë janë njerëz të nderuar, këtu nuk shtrohet. Jo, ka ndonjëherë që do votoni ju, se ju votoni në Durrës, besoj. Të gjithë janë, unë votoj në Durrës. Të gjithë janë në listë hapur. Po? Të gjithë janë në listë hapur. Dhe në listë mbyllur, pra problemi shtrohet te 12-që. Te 12-që, i vetmi kriter që është respektuar, është besnikëria karshi kryetarit. Dhe kjo 12 e Tiranës shtrihet në të gjithë Shqipërinë me të njëjtin kriter. Pra këtu flasim për defektet, pse nuk do arrim të fitojmë. Kishte mundësinë të krijonte një koalicion të gjerë. Ajo që është më e rëndësishme dhe ju më ndërpret. Partia ka krijuar një departament brain gain. Po, me zotin Andi Mustafaj. Andi Mustafaj dhe shumë të tjerë aty që kontribuojnë. Po, dhe të rinj të tjerë që fare mirë mund të bënë një kop brillant. Dhe një parti që kërkon konceptuan fillim. U perceptua dhe ky perceptim duhet kthyer në realitet.
një parti që kërkon të fitojë zgjedhjet, listat e mbyllura në gjithë Shqipërinë duhet të implementonte me këtë model. Ata të gjithë, dhe ka dhe në Durrës, ka dhe në Shkodër, të gjithë janë politikanë të rinj, që kanë 10 apo 1 dekadë apo më shumë që angazhohen në Partinë Demokratike, dhe këta duhet të ishin fytyra e PD-s për një parti që kërkon të synojë zgjedhjet, fitojë zgjedhjet. Dhe kjo nuk u bë. Pra të gjitha elementet tregojnë, tani ç'më tregon Durrësin mua? E di ç'ka ndodhur në Durrës? Ja. Në listën aq i madh është dëshpërimi dhe aq e madhe është mos pjesëmarrja, sa në listë të hapur kanë futur kandidatë edhe jashtë primareve, se nuk kishin kandidat për të vendosur në listë hapur. Dhe që nuk kishin fare. Nuk kishin fare dhe donin të mbushin listën dhe kanë vendosur kandidat. Zoti Xhafereja ti marr me radhë. Kemi listën e mbyllur, Ojer Bylukbashi, Artan Luku, Manjola Luku, Gestra Zimiri, Iglicara. Jeni okay me ata? Koleg shumë të nderuar. Të gjithë edhe lista hapur dhe lista mbyllur. Mos mendo që pra problemi shtrohet. Do flasim për parime dhe për kritere. Jo, kush është nga ata që nuk ishte fare në primare? Në shumë kandidatë të listës hapur, nuk kanë qenë në primare, nuk kanë marrë pjesë primare dhe janë vendosur në listë, kanë konkuruar. Kush nga ata? Po tani mos më vendos mua të merre me listën. Dakor? Nuk i kam të gjithë njerëz që kanë punuar e kanë bashkëpunuar, nuk është problemi aty. Si del Partia Demokratike në Durrës? Unë do kisha shumë dëshirë që Partia Demokratike të fitonte në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. Po jashtë dëshirës time, ajo që konstatohet, ajo që preket, ajo që vjet re, është që demokratët në gjithë Shqipërinë e kanë kuptuar që gjithë vendimarrja e kësaj partie nuk ishte për të fituar zgjedhjet, po ishte për të zgjidhur agjendën personale të zotit Berisha, dhe për këtë arsye do ketë mos pjesëmarrje të madhe në votim dhe kjo më shqetëson. Këtë ta kam thënë dhe do e shikosh me 12 maj, sepse në fundit edhe kontrata që u lidh. Tani vim te kontrata. Me Laçivitën është në vijim në paketën e kësaj vendimarrje. Pra nuk bëri një parti më të madhe sekretari me mënyrën si projektoi listat dhe primaret. Ja, kjo është kontrata. Nuk bëri një koalicion më të madh se fuqia e kryetarit, me faktin që la jashtë realitete politike që dije që do kenë vota. Pra nuk dije do jenë 4, 8 apo sa përqind, po edhe mundësia, edhe Shqipëria bëhet, edhe partitë e tjera të grupimit djathtas i Dashamir Shejit edhe i Enkelet Alibejt, dije që do kenë vota dhe u lanë jashtë. Pse? Sepse nuk është futur për të fituar, është futur për të pasur një grup që e kanë në kontroll kryetari. Shumë rënd kjo. E para. E dyta, primaret nuk u respektuan. Pse? Se nuk është futur për të fituar, po është futur për të pasur një grup më të madh sekretari. E treta, nuk bëm një kop me gjithë se i kishin potenciale që eram dakord bashk, të rinj që nga brain gain në gjithë Shqipërinë. Pse? Sepse nuk jemi futur për të fituar, po jemi futur për të bërë një parti, jemi futur për të bërë një parti që ngjitet mbas kryetarit. E fundit, edhe kontrata që është bërë. Ja, kjo është kontrata. Lidh një kontratë, kjo është me Continental Strategy. Lidh një kontratë 2 vjeçare. Në qoftë se kjo kontratë do i kishte efekte deri në fund të majit, atëherë të gjithë do binim dakord që është gjë dur për të shërbyer Partisë Demokratike. Partia Demokratike betejën e ka me 11 maj. Doli në opozitë, mbas 11 majit kontrata vlen për të zgjidhur agjendën personale të zotit Berisha. Dhe kjo është fare evidente. Dhe di çfarë kontrate është kjo? Shiko, në periudhën që kemi lidhur këtë kontratë Partia Demokratike, në atë periudhë edhe Republika Dominikane, një vend në kontinentin amerikan me 11 milion banor, ka lidhur një kontratë ngjashme. Edhe Haiti, po një shtet me 11 milion banor, ka lidhur një kontratë ngjashme. Aty nuk i ka lidhur kontratat partia opozitare, aty i ka lidhur kontratat qeveria. Të dyja këto shtete bashkë, Republika Dominikane dhe Haiti, që kanë 23 milion banor, që do të thotë 7 herë më shumë se Shqipëria, kanë lidhur kontrata që të dyja bashkë paguajnë $50.000, $55.000 në muaj. 2 shtete, janë 2 qeveritë e shteteve, jo partitë opozitare, qeveria që është shteti, që lidh kontratë promocioni, dhe njëri pagon 25.000, tjetri $30.000 në muaj. Ti një parti opozitare e një vendi me 2 milionë e gjysmë, ato të dyja bashkë janë 23 milion, lidh 250.000 në muaj. 5 herë më shumë se të dyja këto kontratat të lidhura nga qeveria. Berisha e ka shpjeguar që këto i kanë dhënë patriotët shqiptar të Amerikës antikomunistë. Kjo e bën edhe më të
Kjo e bën edhe më të shëmtuar, sepse ata patriot nuk kanë pse fshihen mbas një fondacioni të përbërë nga gruaja, bashkëshorti dhe një fëmijë. Po? Pra, të paktën mos t'i bëjmë turp patriotët, qoftë se janë vërtet. Patriotët antikomunistë. Qoftë se janë vërtet patriotë antikomunistë, mos t'i bëjmë turp që të rinë të fshehur mbas një fondacioni me i lidhur një javë para se të nënshkruajë kontrata dhe njëkohësisht duket që edhe kontrata është elementi fundit i kësaj vendimarrje 3 vjeçare që nuk ka objektiv që Partia Demokratike të fitojë zgjedhjet, por ka objektiv që të zgjidhë problemin e zotit Berisha. Dhe këtu edhe një herë, po? Problemi që kemi dhe ndajemi ka të bëjë me faktin që kjo problematikë e zotit Berisha nuk shkon për të fituar zgjedhjet, sepse në 2004-2005 ai kishte ambicie për të bërë kryeministër si lider i opozitës dhe kjo shkonte në të njëjtën gjatësi vale me opinionin që kishim gjithë që të fitohen zgjedhjet. Po tani problemi non gradës atit është problem për Shqipërinë, nuk është zgjidhje. Po nëse hiqet non grada sot. Në këtë non grada sot hiqet. Ne do kishim shumë dëshirë që të hiqej. Po ju e keni shprehur që të hiqej non grada dhe e kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme, por problemi që kemi është ky, që nuk mundet dhe nuk duhej që energjitë e Partisë Demokratike, si njerëzore dhe materiale, të shpenzoheshin për hallin e tij. Dhe kjo po na çon në 12 maj. Edhe fakti që ka marrë Laçevitën. Një gjë pozitive është sepse ka dashur deri diku të balancoj elementin non grata, plus dhe elementet e tjerë që ai ka bërë shumë mirë, të strategjisë fushatë dhe gjithë me radhë. Pra çështja shtrohet që lideri duhet t'i japi partisë për ta çuar drejt fitores. Si i jepet partisë duke e çuar drejt fitores, duke bërë një koalicion më të gjerë, duke e bërë partinë më të madhe si kryetari, duke i mbushur listat me potenciale të reja intelektuale, sa përmendëm departamentin Brain Gain që krijoi një imazh dhe elektorati gri mendon që ja vlen të futemi në këtë forcë politike, duke bërë një kontratë lobimi që ka hallin e Partisë Demokratike deri në 12 maj dhe jo duke bërë një kontratë lobimi për 2 vite për hallin e hallin e vet personal, të gjitha këto, diku më shumë, diku më pak, e kanë kthyer në problem për PD-n. Pra në vend që ne të merreshim me të gjithë elementët që shkojnë drejt relacionit politik, merremi me problematikën e çështjeve personale që ka zoti Xhafera, si ka ju e përmendët Kristofer La Civita. Kris La Civita, po? Si se e ka gjatë Kristofer, si ka qenë kontributi i tij? Se dakord, strategu